Liceu francez I Korçës do të rikthehet, por me risi. Një institucion arsimor që synon të kombinojë programin shqiptar me atë francez dhe të fokusohet kryesisht në shkencë dhe teknologji. Fokusin do ta ketë drejt teknologjisë, pra kryesisht do të jenë lëndët shkencore, ato që do të jenë baza e kësaj e këtij liceu. Sigurisht që fokusi kryesor do të jetë nga teknologjia, biologjia, matematika, kimia, fizika, do të ketë nxënës jo vetëm nga qyteti I Korçës, por liceu francez do të ketë nxënës nga I gjithë Shqipëria, madje ne synojmë që të kemi edhe nxënës jashtë trojeve shqiptare. Në këtë lice, mësimi pritet të zhvillohet në 3 gjuhë, shqip, frëngjisht dhe anglisht, ndërsa në përfundim të studimeve, nxënësit do të pajisen me 2 diploma. Ky lice do të ketë 2 diploma, pra nxënësi do të marri jo vetëm maturën shtetërore shqiptare, por do të ketë edhe maturën franceze ose bakalaratin dhe sigurisht në përfundim të studimeve të tij ai do të jetë I pajisur me 2 diploma. Sigurisht do të ketë mësues shqiptar, por do të ketë edhe mësues francez, do të ketë një nivel të caktuar të gjuhës së huaj që ata nxënësit duhet ta zotërojnë në momentin kur hyjnë në gjimnazin, pra në liceun franko-shqiptar. Projekt ligji ndodhet aktualisht në fazën e konsultimit publik. Iniciativa synon në rikthimin e traditës së liceut në Korçë, që ka funksionuar në vitet 1917 deri në vitin 1939, ndërsa kanë marrë mësim gjatë kësaj periudhe 1115 nxënës nga I gjithë Shqipëria.